Ka disa muaj që kanë filluar punimet në rrugën Tirana apo siç njihet ndryshe rruga Tranzite, rrugë kjo e cila vazhdon të mbetet ndër më të frekuentuarat në qytetin e Gjakovës, por këto punime po vazhdojnë të shkaktojnë vështirësi në komunikacion, duke marrë parasysh se pikërisht në pjesët ku po kryhen këto punime, janë të vendosura disa nga institucionet më të rëndësishme, siç janë gjykata themelore, prokuroria themelore, stacioni policor, si dhe agjencia regjistrimit civil. Punimet të cilat po zhvillohen aktualisht po paraqesin probleme dhe për bizneset e kësaj pjese, të cilët prapa kamerave thanë që për shkak të vështirësive në qarkullim në këtë pjesë, klientët e bizneseve të tyre, për të mos u bllokuar në komunikacion po shmangin këtë rrugë dhe po lëvizin në rrugë alternative, gjë e cila po ndikon që bizneset e tyre të kenë humbje në aspektin financiar. Ndërsa ankesa kanë edhe qytetarët që janë pjesë e qarkullimit rrugor në këtë pjesë, të cilët thanë që gjatë verës pritjet për të dalë nga kjo rrugë shkonin deri në 1 orë, por se situatë e tillë po vazhdon edhe më tutje, ndërsa tashmë për shkak të rreshjeve e punimeve janë hapur edhe shumë gropa, të cilat po dëmtojnë shumë makinat. Theksojmë që rehabilitimi i kësaj rruge përfshin rregullimin e tërësishëm të rrjetit nëndoksor të ujrave të zeza dhe atyre atmosferik, rrjetit elektrik dhe atij të ngrohtores, ndërrimi i gypave të ujësjellësit, pastaj ndërtimi i trotuareve të rinj, shtigjeve për biçikleta, asfaltimi, shenjëzimi, ndriçimi dhe gjelbërimi i tërësishëm i rrugës.